يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Falënderimi takon Allahut Azza wa Jall, atë e falenderojmë prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Selavatet i ja dërgojna Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe krejt muslimanëve që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të dashur musliman, xhamatlinë të nderuar, tu jemi duke folur për vlerën e ditës së Xumë dhe veçurisë dhe të mirat që Allahu Azza wa Jall i ka bën për umetin islam, për muslimanët në ditën e Xumë. Për të mirave që e ka dita e Xumë, është një ditë që për muslimanin është fort e pëlqyer, e nevojshme, dikush ka thonë edhe e kërkueshme obligim që mu pastru, e mu parfymos. E në të matë mira që ti ki në shtëpin tënde, nëse dënë me kërku qastin për mi vun trupin tënd, është dita e Xumë. Këto në tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që e sjell Ibn Hibbani dhe të tjerë, dhe hadithi është autentik, si shto Sheikh Shuaib dhe të tjerë, tha pejgamberi alaihi salatu wassalam: Al-ghuslu yawmul Jumu'ah ala kulli muhtalimin. Mu pastrun ditën e Xumë kërkohet për çdo njërin që ka hyrë në moshë madhore. Was-siwaku wa an yumassa min at-tib ma qadara alayhi. Edhe le ti pastron dhëmbët e tij në ditën e Xumë mas pakti bile, në ditën e Xumë le ti pastron me misfak, por ban edhe ajo që ka lunë rolin e misfakut me brushat, thotë dhe le ta pastron pra gojen e tij dhe le të parfymoset atë shumë sa ti pët mundësia mu parfymos, le të parfymoset në ditën e Xumë. Këtë pjesa e parë kur tha pejgamberi alayhi salatu wassalam që ata që kanë hyrë në moshë madhore le të pastrohen ditën e Xumë, flet edhe për ata të cilët vinë në xhami për ta falur namazin e Xumës. Edhe përderisa pejgamberi në këtë hadith e tha si në mënyrë të prejme. E tha në mënyrë të prejme. Shumica dietarëve thanë nuk perëndojnë vetëm se është sunet i fort e pëlqyer, që në ditën e Xumë, para se me ardhë në xhami këtu, me falë namazin e Xumës, të pastrohemi në shtëpi. Ndërsa, disa prej dietarëve, që kanë po të madhe këto, këtë çështje pastrimin ditën e Xumë, sa që disa prej tyre të parëve, edhe prej sahabeve, kanë thonë bile, e kena obligim. Kanë thonë që e kemi obligim. A di çka i vjen obligim? Që nëse ti ke pasur mundësinë për mu pastru në shtëpinë tënde para se me ardhë këtu, je mëkatar. Kjo çka tregon? Kjo tregon për vlerën e kësaj dite dhe vlerën e ardhjes në xhami për ta falur namazin e Xumës. Dëgjoni tash një hadith që e forcon ato që thash shumica nuk kanë thonë obligim, por fort e pëlqyer dhe tjetër çka nxirret nga hadithi. Është një hadith që vjen prej Abu Hurajres, e ka sjellë Imam Muslimi. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Man tawadda'a fa ahsana al-wudu'." Kush merr abdes në shtëpi për me fal namazin e Xumës, kush merr abdes fa ahsana al-wudu'. Edhe merr abdesin mirë. Nuk e merr abdesin veç
shpejt hajt, e ndoshta me i mbet edhe në i pjesë ndoshta pa e prekur, por tha kur merr abdest mirë, thumma atal jumu'ata fastama'a. E pastaj i vjen në xhami për me fol namazin e xhumos dhe ndëgjon. Wa ansat ghufira lahu ma bainahu wa bain al-jum'a wa ziyadat 3 ayyam. Nëse vjen e merr abdestin mirë, vjen edhe ndëgjon mirë, edhe nuk flet, nuk mirët me diçka që ja hupin përqendrimin e tij, thot dhe ndëgjon mirë, cili ka shpërblimi, tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, do t'i falen atij prej asoj dite deri në gjumon e kaluar, shka ka bo gabime mëkate do t'i falen, por interesant në hadith, tha nëse kështu je i përpikt, të falen për një javë që ka ke bo, për 7 ditë që ke bo mëkate, por një herit i shtuhen edhe 3 ditë të tjera. Edhe 3 ditë të tjera i shtuhen, falje po i bjen për 10 ditë. Nëse ke marrë mirë abdesin shpe, kur të vish e ndëgjën hoxhën ka ligjëran, thot falen për 10 ditë. Sa dietar islam than po pse shtoj këtë 310? Than për shkak se e mira e shpërblehet dhe të fish në hadith është ardhur. E mira dhe të fish. E java i ka 7 ditë, edhe 3 ditë shtuhen bën 10. Pra shpërblim ka që të madh, si pas këti hadithi, ka shpërblimi i madh, nëse ti thët, pejgamberi merr abdest mirë, vjen dhe ndëgjon hoxhën dhe je i përqendruar, të falen mëkatet e 10 ditëve. Vazhdon hadithi wa man masal hasa faqad laga. Mirë po, nëse ndonjëri prej juve, tha pejgamberi alayhis salam, i prek goralecet, atëherë xhamiat kanë qenë jo bashkë të këtij niveli. Por nështë ka pos zoll goralec të vegjël, tha nëse ndonjëri prej juve që ka ndëgjën hoxhën, tha mirët lëviz goralec, nuk flet, por veç lëviz goralec, tha faqad laga. Ai ka bon diçka që i aprish shpërblimin e xhumaxhiut. Ati që merr ato shpërblimit që u përmenden, ti prish nëse miresh me goralec. Dhe dietarët islam, prej tyne edhe Imam el-Manawi, thanë të fjala të goralecit, është edhe jo veç goralecit, po me qka të mirëni, me një diçka që të dekoncentran gjatë ligjerimit të hoxhës, është e barabar që të humbet shpërblimi. Kjo hen edhe për ata që unë i kam vrejtur, të cilët gjatë ligjerimit të hoxhës, kam vrejtur duke lëvizur gështrinjët e tyre në telefona. Dhe kjo është e barabart me ato që tha Imam el-Manawi, edhe ato që tha pejgamberi alayhi salatu wasallam. Nëse ne ligjerojmë, kushdo qoftë hoxha ligjëran, ndërsa njëri prej juve mirët me telefon, edhe janë ato mjetet çka i ka ato far rrjetet e tij sociale, i janë të poshtë, karon këtë hadith, xhumoja i pranohet, por shpërblimet që u falen këtë hadith nuk i merr. Të humbin shpërblimet. Nëse dush mës me i humb, kur vish këtu, përqëndrohesh, e ndëgjën hoxhën, nuk miresh me telefon me asgjë tjetër, por e ndëgjën dhe je i përqëndrum, sa që dietarët, Imam el-Manawi tha, kur pa thot pejgamberi me ndëgju këtu, e ka për qëllim me qenë i përqëndrum me qenjen tonë komplet. I përqëndrum me zemrën tonë, i përqëndruar me ndëgjimin dhe shikimin tanë, me qenjen tonë dhe komplet, me qeni përqëndrum derisa ta përfundon hoxha ligjëratën. Ndërsa, jo veç kaq, kjo pro të regon për vlerën, çfarë vlere Allahu i ka dhënë ditës së gjumon. E në veçanti pastaj namazit, edhe momente derisa të falet namazi i gjumos. Sa që mu të fal ty mëkatet e 10 ditëve. Më të falë mëkatet e 10 ditë, normal është për që dhe mëkatet e vogla. 10 ditë që ke bo mëkate, më të falë, veç nëse vjen e falë namazin e gjumos ashtu që shë kërkoj pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Ndërsa, Allahu azza wa jall ka bon shpërblim dhe qantë, për neve që vina në xhami, dhe vina heret, pastrohemi, dhe vim heret në xhami, dhe nuk flasmi fjalë që na prishin koncentrimet e tona, çfarë shpërblimi ka përgatitur Allahu azza wa jall. Na tregoi pejgamberi alayhi salatu wasallam hadithin që sjellë Abu Davudi në Sa'id dhe të tjerë hadithe është autentik.
Tha pejgamberi a.s. Men ghassala yawm al-jum'a waghtasal. Kush pastrohet në ditën e xumës, ama pastrohet mirë, tha. Thumma bakara wabtakar. Bili e pastaj vjen herët, sa ma herët që mundet, vjen xhami. Vjen herët, edhe sa ma herët që të mundet, vjen xhami. Wa masha, pra vjen sa ma herët, nuk I pret momentet të fundit kur hoxha vesh të përfundu hutbën ai me hin xhami. Por vjen herët dhe sa ma herët që të mundet, tha wa masha wa lam yarkab. Thot mirë po e nëse rastis, edhe me duke ecur. Wallahi që kjo është e madhe shumë. Duke ecur, por jo duke yp mjetin e udhimit. E që kjo duke ecur, nëse nuk truk mjeti e udhimit të paktën, këta që janë të vendit këtu, I rrugë nëse vinë kom, ty dhe mu, na rrugë dhe të shkym dhe të kjerë dhe prej kjerë dhe në xhami, ama diçka na rrugë. Tha pejgamberi a.s. Wadana min al-imami fastama. Edhe vjen duke ecur, I afrohet imamit. Për nga kjo në kur ju tham, kur hindi kush tham, hajdi ma ofër se sa ma ofër është më mirë. Tha pejgamberin këtë, vjen duke ecur, hin xhami dhe I afrohet imamit, edhe ende gjan me vëmendje, walam yalghu, edhe nuk flet diçka dhe nuk vepron një diçka që ja prish për qëndrimin e tij, a dini se çfarë shpërblimi ka përgatitur Allahu. Ndëgjën e shpërblimin, tha pejgamberi asëm, kana lahu bi kulli khutwatin amalu sanatin, ajru siyamiha wa qiyamiha. Ibn Rajebi kur e spërthej këtë pjesën e fundit, tha shpërblimi për atë njeri që vepron çka thash. Pastrohet në shtëpi, vjen duke ecur, I afrohet imamit, ndëgjon imamit dhe nuk flet diçka që e prish koncentrimin e tij ose nuk lëviz me goralet që u përmend, tha pejgamberi për çdo hap që e ka bën, një hap I tij është e barabartë sikur një vit të plot ke agjeru vazhdimisht ditën e natën vazhdimisht ke net namaz natë. Llogaritën njëhen në mujt ose njëhen në vit me na ndodh që kjo ko gjë dele madhe. Pra njëhen në vit ose dyhen në vit, unë gjithë jam ka agjeru shumë ditën e natën gjithë natën jam ka të fol namaz natë. Ama që shfash problemi për ata që vinë xhumo? Tha nëse vini, tha një hap I joti me çato kushte që u përmenden, një hap I joti është e barabart me një vit agjerim dhe namaz natë barabart. Vesh një hap I joti, e së hopat mund mi bo haxhiler që vinë këtu në kom që I kam të ofër, ose ty së hopa mund I ban deri të vetura yte, e pastaj prej veturës deri këtu, dalin shumë prap. Çfarë shpërblimi ka përgatit Allahu Azza wa Jall. Ndërsa prej të mirave, shpërblimeve të mëdha që ka përgatit, ka premtu Allahu Azza wa Jall përmes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për në ditën e xhumo, edhe mu lexu një sure që quhet Suratul Kahf, surja e Kahf. Mu lezu kjo sure në ditën e xhumo, a dison shpërblimi. Osha aq I madh shpërblimi sa që e përmeni pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur tha se man qara Suratul Kahf fi yawm al-jum'a adaa lahu min an-nur ma bayna al-jum'atayn. Tha pejgamberi alayhis salam, kush e lexon surën Kahf në ditën e xhumo, Allahu do t'ja zdrit atij prej xhumos, do ta ban të zdritur prej xhumos në xhumon tjetër. Çka do ta zdrit? Do t'ja zdrit zemrën e tij, sanet ndrysh ka me kuptu brenda asoj jove që e ka lexu Suratul Kahf. Tjetër çka I zdrit, I zdrit edhe veprat e tij. Dietarët tanë, vepran kur ta bash, vepra ta marrin meleket edhe e çojnë te Allah Azza wa Jall veprën tënde, edhe vepra jote shkon me dritë tek Allahu Azza wa Jall. Të zdrit shikimin tënd dhe ndëgjimin tënd, edhe në ditën e kiametit, drita jote që ti e ke lexuar Suratul Kahf dallon prej dritave të atyre që nuk e kanë lexuar Suratul Kahf në ditën e xhumo. A e vrejni se çfarë shpërblimi ka përgatit Allah Azza wa Jall për ditën e xhumo? Sa vleri ka dhënë ditës së xhumo, pra ka veçu këtë. Suratul Kahf është mirë më lexu gjithë kjo e veçantë, por në këtë hadith, e që hadithin normal ka sjellë Imam Hakimi dhe Bejhaqiu dhe Nesaiu të tjerë, është fol pak në saksinë e tij ndërsa Sheikhul Albani Ibn Haxher Suyuti kanë thënë hadithi është I vërtetë. A e vrejtë se çfarë shpërblimi? E lexova Suratul Kahf në ditën e xhumo, ta njava tis sheh ndryshe, ndëgjën ndryshe, edhe kupton dhe beson ndryshe.
Kjo është shpërblimet dhe të mirat që i ka dita xhumo dhe ardha në xhami, po na kanë me të tjerat, këtu i vazhdojna për herën e ardhshme. Lusmi Allahun azza wa jall të na falë të mëshiron. Lusmi Allahun azza wa jall për atyre që xhumon e falmi ashtu që ka kërku Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Lusmi Allahun azza wa jall që ditën e gjykimit drit ose drita jo në ditën e gjykimit të rritet të shtohet. Lusmi Allahun azza wa jall që Allahun xhenet me pejgamber dhe njerëz të mirë atje të na bashkon. E muslimanëve në këtë dunjë që janë Allahu atyre të ju ndihmon. Walhamdulillahi rabbil alamin.